Në zonat urbane, shërbimet e policisë rrugore po vijojnë me menaxhimin e trafikut dhe identifikimin e pikave kritike apo segmenteve të cilët marrin ngarkesë për shkak të fluksit të lartë të automjeteve. Përpos masave administrative të cilët kanë për qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, shërbimet e policisë rrugore po vijojnë dhe me masa për parkimet e gabuara dhe me masa plotësuese të zhvendosjes së mjeteve me karrotrec në rastet kur ato shfaqin bllokime të segmenteve rrugore apo janë pengesë në rrjetshmëri e qarkullimit rrugor. Policia rrugore në qarkun e Florës i bën thirrje të gjithë përdoruesve të rrugës të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, pasi krijimi i një mjedisi të sigurt rrugor është përgjegjësi e përbashkët.